Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të mërkurë datë 1 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin anketa 55% të shqiptarëve kundër korrupsionit e shpopullimit të vendit. Dosier kirurgu Aristotel Gushi për 45 vjet me bisturi në dorë. Nga diplomacia në miliarda, ish ambasadorja Kim punësoi te kompania që solli tecet në Vlorë, ja e vërteta e lobimit me para të shqiptarëve. Babai 84 vjeçar ish deputeti Talket Hyseni figuron si menaxher i kompanisë Strive Balkan SHPK për strategjinë e sigurisë. Flet kritiku Agim Janina, paraja, arti, artistët, komunizmi, kontrolli orientuar i artit i paguar nga shteti dhe nevoja për çlirimin e shëndrimeve. Në gazetën Dita mund të lexoni zgjedhje të shpejta apo zgjedhje të drejta. Si po e riformaton Pentagoni strategjinë amerikane në një botë në pragun e përplasjes. Bëni gati xhupat, moti ndryshon në të gjithë vendin, pritën reshje shiu dhe dëbor. Më në brendësi mund të lexoni pse kokaina shkakton mendime vetvrasëse. Sekreti për sy të fortë është në kuzhinë nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni objektivi i qeverisë nga 2026, paga minimale 50.000 lek, mesatarja 100.000. Yuri Kim lë diplomacinë për sektorin e energjisë, ish ambasadorja në krye të kompanisë amerikane të gazit. Zgjedhjet në Tiranë, Rama i dërgon vakancën presidentit, kushtetuesja futet në lojë, kush vendos për kryeqytetin. Lista e re, procedura për tërheqjen e këstit të pestë. Sot nis indeksimi i pensioneve, si ndahet fondi 1.1 miliard lek. Saviano dhe ëndra e Gomoras për të sunduar. Në Panorama Sport mund të lexoni Mici, derbi vendimtar, Tirana merr qytetin. Kampionati fort për titull shoh Dinamon, Egnatian dhe Vllaznin. Partizani Tirana një kryqëzim, po gjetë rrugën bëhet e lehtë. Bersheni stili sulmues por i kthen ADN-n e Vllaznis. UEFA dënon Serbin i mbyll stadiumin. Bayerni dhe Reali golead në transfert, Liverpooli bie në ferrin turk, Interi bën detyrën, Barça PSG ose sfida e mungesave të mëdha.